nëse më lejon, këtu është një rast shumë interesant që e kam treguar në për disa ligjerata kur e kam bajt, është fjala për Kutejbe ibn Muslimin. Kutejbe ibn Muslimi, kur ka çliruar disa prej vendeve ma wara an-nahr, në me thonë pas lumit, në me thonë bëhet fjalë për tani ato ishë republikat e Bashkimit Sovjetik, ato vendet e Mestançe përfundojnë. Në me thonë Mestançe përfundojnë, se edhe e kam lexuar pak më herët, në me thonë nuk e ka zbatu procedurën e dispozitat islame, në me thonë për që i parashojnë për shembull kur ka arrit ushtria muslimane në një vend. Edhe çka ka ndodhur, domethënë ka hyje, ka, domethënë çliruat vendin. E ka çliru. Mirë, po përpara se t'ju ofrojë atyre ta pranojnë islamin ose ta paguajnë gjizjen. Dhe dikush prej priftërinjve, se kanë qenë krishterë, ata është anku te halifja i muslimanëve dhe ka tregu. Kështu. Në atë kohë, nëse zgaboj, ka qenë Omer ibn Abdulaziz e halifja i muslimanëve. Pa bëhet fjalë në shekullin e parë të hijretit ose fillimi i dytë të shekullit hijri. Edhe kur e merr vesh halifja, i urdhnon Kutejbe ibn Muslimin dhe gjithë, më thonë, ushtrin të largohet nga vendi dhe ta lanat vendin, në me thonë që ata të vendohet, pa i respektu dispozitat fetare, përpara se me shku musliman me arrit me përhap mesazhin e islamit atje, nuk guxon ti me. Edhe çka ndodh, më thonë, fillon përgatitja e ushtrisë, edhe shpejt e lanë qytetin edhe dalin, më thonë, kur e shohin priftërinjt, këtë një diçka, më thonë, kjo nuk është prapë, po është një e pa parë. Edhe ato aq tepër mahniten me këtë drejtësi që është e mundur. Po kush ka vetë, nëse dikush ka ardhur një ushtri, për shembull, një ushtri e huaj ka ardhur në vendin tonë, kush ka pyeti a do kështu apo do ashtu, apo a ka drejtësi, s'ka drejtësi, ato zakonisht edhe i kanë ekzekutuar shumicën e njerëzve, apo sidomos ata të cilët kanë rezistuar. Edhe në atë moment dalin priftërinjt, del popullata duke bërtit. Më thonë duke thonë shahadetin. Thonë, këta njerëz ne i duam këtu. Sa të kanë pas tjetër kush që i ka sundu. Rasti i Kutejbe ibn Muslimit, dhe me thonë, është një rast shumë, edhe kështu ka shumë në historinë islame. Pra, fakti që këto tregime, këto ajete kuranore, cilët i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, e prodhojnë një rend të caktuar shoqërore që përshtatet me natyrën njerëzore, me thonë, e bën mesazhin e fjalës së Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet këtyre historive, e bën shumë të përshtatshëm me njeriun dhe kjo është arsyeja, dhe me thonë, pse kanë pranu, popujt të ndryshëm e kanë pranu fenë islame. Përmbajtja e vlerave.